Natyrisht po është një prej probleme dhe sfida më të mëdha që kanë këtë komunat e Kosovës. Në fakt është trashëguar një obligim borxh që do duhet me qenë i qeverisë jo i komunat, sepse komunat nuk janë palë kontraktuese, nuk janë subjektin e nënshkrimit të kontratave. Qeveria është dashur me trashëgu edhe përgjegjësitë obliguese që janë ndaj saj, vetëm benefitet që mund të trashëgohen nga qeveritë e kaluara, dhe është një problem për cilin ka një konstatim të përbashkët edhe nga vetë qeveria që është në dëm të projekteve të komunave, një obligim jashtëzakonisht i madh, e cila pengon zhvillimin e projekteve të caktuara në secilën komunë. Natyrisht na nuk kemi një kosto përfundimtare që mund ta dimë, sepse këtë kosto po shton për ditë më shumë çështja e shpenzimeve të përmbaruesve, të gjyqësorit e të tjerat. Megjithatë, një obligim që ka komuna i parafort mund të cilët rreth 5 milion euro. Nuk mund të nxjerrë një konstatim të tillë. Në fakt vrehet një mosinteresim dhe një neglizhim i zgjidhjes problemit. Edhe pse saktësisht e dinë që ky problem nuk është çështje e komunave, por është çështje e nivelit qendror. Dhe do dojmë me u marrë niveli qendror, me trajtu këto probleme dhe me zgjidh këto probleme. Tek e fundit ekziston qeveria për të zgjidh problemet, jo për të transmetu problemet ose për të bartë problemet në nivele lokale. Po natyrisht, si çdo komunë tjetër, edhe ne jemi në fazën e këtij kollapsimi, ashtu siç ka thënë edhe asociacioni i komunave, sepse ne jo vetëm vitin e kaluar, por edhe këtë vit njëjtin probleme kemi me këto përmbarues ose lëng përbarimor, edhe pse ne jemi munduar që të bëjmë një marrëveshje me mësues, gjykatët dhe avokatët. Mirë, po megjithatë mundësitë e pagesave të këtyre kontratave kolektive ne nuk i kemi, kështu që po kalon te përmbarimi, pastaj ne po na shkakton probleme që edhe në projekte, edhe në paga ndoshta edhe mëditje nëse ata përmbarues të morën nga kjo kategori. Po parafërsisht, nëse zgabojnë, nëse s'del edhe diçka tjetër, diku mbi 200.000 euro e kemi pa paguar tani. Më thotë diku 50% e buxhetit për investime kapitale. 200.000 euro për një komunë e vogël? Për një komunë që ka një buxhet për 550.000 euro investime kapitale.